Një lugë çaji mund të peshojë sa i gjithë njerëzimi. Jo metaforikisht. Jo si një shprehje poetike. Por në mënyrë absolute, të matshme, të vërtetë. 6 miliard ton të kompresuar në një hapësirë më të vogël se një kokër sheqeri. Të gjithë njerëzit që kanë jetuar ndonjëherë, të gjitha ëndrat, të gjitha mendimet, të gjitha atomet që përbëjnë 8 miliard trupat e gjallë, të gjitha të shtypur në një objekt që mund të mbani në pëllëm. Kjo nuk është fantazi shkencë. Kjo është realiteti në një vend të quajtur yll neutronik. Por si mund të ekzistojë diçka e tillë? Çfarë force mund të thyejë atomet, të shkatërrojë hapësirën e zbrazët që përbën gjithçka që njihni, të kompresojë materien deri në pikën ku ligjet e zakonshme të fizikës thjesht pushojnë së funksionuari? Dhe çfarë na tregon kjo për natyrën e ekzistencës, për atë që është e vërtetë dhe atë që është thjesht iluzion? Çdo herë që prekni një tryezë, ju nuk po e prekni vërtet atë. Atomet në majat e gishtërinjve tuaj dhe atomet në sipërfaqen e drurit nuk preken kurrë. Ato qëndrojnë në një distancë, duke u shtyrë njëri tjetrin përmes fushave elektromagnetike, duke krijuar iluzionin e soliditetit. E gjithë materia që njihni është kryesisht hapësirë e zbrazët. Nëse atomi ishte sa një stadium futbolli, bërthama do të ishte një kokër orizi në qendër. Gjithçka tjetër është boshllëk. Por në një yll neutronik, kjo distancë zhduket. Graviteti është aq i fuqishëm sa që shtyn atomet deri në pikën ku ata thjesht pushojnë së qeni atome. Imagjinoni që merrni të gjithë qytetin ku jetoni, çdo ndërtesë, çdo rrugë, çdo pemë, çdo njeri dhe e kompresoni derisa të përshtatet në një kokër krip. Kjo është ajo që graviteti i bën materies në një yll neutronik. Dhe rezultati nuk është thjesht i dendur. Ai është një formë tjetër e realitetit, një gjendje e materies ku rregullat që qeverisin jetën tuaj të përditshme thjesht nuk aplikohen më. Materia nuk është ajo që duket. Ajo nuk është e qëndrueshme, nuk është e pandryshueshme, nuk është as reale në kuptimin që e perceptoni çdo ditë. Kjo është mësimi i parë i yjeve neutronik. Ajo që quani solid është vetëm një marrëveshje e përkohshme midis forcave, një ekuilibër delikat që mund të thyet në presion të mjaftueshëm. Dhe kur thyet, realiteti vetë transformohet në diçka të re. Në vitin 1933, një fizikan i ri indian po udhëtonte me anije nga India në Angli. Emri i tij ishte Subrahmanian Chandrasekhar dhe ai kishte 22 vjeç. Gjatë udhëtimit të gjatë, ai filloi të bëjë llogaritje në kabinën e tij, jo për të kaluar kohën, por sepse një pyetje e thjeshtë e mundonte. Sa masive mund të jetë një yll i vdekur përpara se presioni i elektroneve të mos mund të ndalojë më graviteti? Përgjigja që gjeti e trondit. Ekziston një kufi i saktë, afërsisht një presje 4 herë masa e diellit, përtej të cilit asnjë xhuxh e bardhë nuk mund të ekzistojë. Nëse bërthama e një ylli të vdekur e kalon këtë masë, ai duhet të shembet më tej. Por në çfarë? Në atë kohë, askush nuk e dinte. Ideja që materia mund të kompresohej përtej dendësisë së një xhuxhi të bardhë dukej absurde, e pamundur, një shkelje e gjithçkaje që dijej për fizikën. Kur Chandrasekhar arriti në Angli dhe prezantoi zbulimin e tij, ai u prit me skepticizëm. Sir Arthur Eddington, astrofizikani më i respektuar i kohës, e ridikulloi publikisht. Eddington deklaroi se duhet të ekzistojë një ligj i natyrës që pengon një yll të sillet në një mënyrë kaq absurde. Ai nuk mund ta pranonte që universi do të lejonte një ekstrem të tillë. Por Chandrasekhar kishte të drejtë. Matematika ishte e qartë, e pashmangshme, brutale në thjeshtësinë e saj. Kjo është drama e shkencës, jo vetëm zbulimi i së vërtetës, por lufta për ta pranuar atë. Chandrasekhar kaloi vite duke u përballur me refuzimin, duke ditur se kishte zbuluar diçka thelbësore, por duke qenë i paaftë ta bindë botën. Vetëm dekada më vonë, kur vëzhgimet konfirmuan parashikimet e tij, bota shkencërore pranoi se ai kishte të drejtë. Ai fitoi çmimin Nobel në vitin 1983, 50 vjet pas zbulimit të tij origjinal. Por historia nuk përfundon me Chandrasekhar. Në të njëjtën kohë, një fizikan tjetër, Fritz Zwicky, po propozonte një ide edhe më radikale. Ai sugjeroi se supernovet, shpërthimet masive të yjeve, mund të krijonin objekte që ai quajti yje neutronik. Ideja ishte se nëse një yll shembej përtej kufirit të Chandrasekhar, elektronet dhe protonet do të kombinoheshin për të formuar neutrone, duke krijuar një objekt me dendësi të paimagjinueshme. Propozimi i Zwicky u prit me skepticizëm edhe më të thellë.
duke i shumë ekstrem, shumë i çuditshëm, shumë i largët nga çdo përvojë njerëzore. Por Zit ky ishte i njohur për ide të guximshme dhe ai insistoi. Ai llogariti se një yll neutronik do të ishte aq i dendur saqë një lugë çaji e materialit të tij do të peshonte miliarda tonë. Kolegët e tij menduan se ai ishte i çmendur. Për më shumë se 3 dekada, yjet neutronik mbetën një kuriozitet teorik, një mundësi matematikore pa prova vëzhguese. Fizikanët llogaritën vetitë e tyre, dendësinë e pabesueshme, fushat magnetike intensive, shpejtësinë e rrotullimit të shpejtë, por askush nuk dinte nëse objekte të tilla ekzistonin vërtet në univers. Pastaj, në vitin 1967, ndodhi një zbulim që ndryshoi gjithçka. Jocelyn Bell Burnell, një student e doktorature në Universitetin e Cambridge-it, po analizonte të dhëna nga një radioteleskop i ndërtuar Richt-Asi. Ajo po kërkonte sinjale nga kuazarët, objekte të largëta dhe misterioze që emitonin valë radio intensive. Një ditë nëntori, ajo vuri re diçka të çuditshme në regjistrimet, një sinjal që pulsonte me një rregullsi të përsosur, çdo një presje 3 sekonda. Pulsi ishte aq i saktë saqë në fillim ekipi shaka se mund të ishte një sinjal nga një qytetërim jashtëtoksor. E quajtën në shaka LGM1 nga Little Green Men, njerëz të vegjël të gjelbër. Por ndërsa zbuluan më shumë burime pulsante, u bë e qartë se këto ishin fenomene natyrore. Pyetja ishte, çfarë objekti natyror mund të pulsojë aq shpejt dhe aq rregullisht? Përgjigjja erdhi shpejt, një yll neutronik në rrotullim. Imagjinoni një far kozmik, një yll neutronik me një fushë magnetike intensive, duke u rrotulluar qindra herë në sekond, duke emetuar rreze rrezatimi nga polet e tij magnetik. Çdo herë që rrezja kalon mbi tokën, ne zbulojmë një puls. Këto objekte u quajtën pulsar. Zbulimi ishte një konfirmim spektakolar i teorisë. Yjet neutronik nuk ishin thjesht një fantazi matematikore, ata ekzistonin vërtet, duke u rrotulluar në hapësirë, duke dërguar sinjale të rregullta si orë kozmike të përsosura. Dhe vetitë e tyre ishin saktësisht siç kishte parashikuar teoria, objekte jashtëzakonisht të dendur, me fusha magnetike 1 trilion herë më të fuqishme se fusha magnetike e tokës, duke u rrotulluar aq shpejt saqë një rrotullim i plot zgjat vetëm milisekonda. Çdo herë që shikoni një orë, ju po vështroni një makinë që mat kalimin e kohës përmes lëvizjes së rregull. Por asnjë orë njerëzore nuk mund të krahasohet me saktësinë e një pulsari. Disa pulsar janë aq të rregullt saqë mund të përdoren si orë kozmike, më të sakta se çdo orë atomike që kemi ndërtuar ndonjëherë. Kjo rregullsi vjen nga ligjet thelbësore të fizikës, ruajtja e momentit këndor, e njëjta ligj që bën një patinator artistik të rrotullohet më shpejt kur tërheq krahët drejt trupit. Por si mund një objekt aq masiv të rrotullohet aq shpejt? Kur bërthama e një ylli shembet nga madhësia e tokës në vetëm 20 kilometra, shpejtësia e rrotullimit duhet të rritet enormisht për të ruajtur momentin këndor. Është sikur patinatori të tërhiqte krahët jo vetëm drejt trupit, por të kompresonte të gjithë trupin në një pikë minushkull. Rezultati është një rrotullim me shpejtësi mahnitse, disa pulsar rrotullohen mbi 700 herë në sekondë. Imagjinoni sipërfaqen e një ylli të tillë. Një pikë në ekuator lëviz me afërsisht 10% të shpejtësisë së dritës. Nëse do të qëndronit atje, që natyrisht është e pamundur për shumë arsye, do të përjetonit një forcë centrifugale aq intensive saqë do të rivalizonte me vetë graviteti. Por graviteti fiton. Ai është aq i fuqishëm saqë mban yllin së bashku pavarësisht këtij rrotullimi të tërbuar. Materia nuk është ajo që duket. Kjo është mësimi që përsëritet në çdo nivel të realitetit. Soliditeti, përhershmëria, struktura që perceptoni në botën e përditshme, të gjitha këto janë rregullime të përkohshme, ekuilibra delikat të mbajtura nga forca që mund të mposhtën. Në presion të mjaftueshëm, atomet zhduken. Në presion edhe më të madh, madje edhe neutronet mund të dorëzohen, duke u shembur në një vrim të zezë. Por çfarë ndodh me materien kur ajo kompresohet në këtë mënyrë ekstreme? Për ta kuptuar këtë, duhet të shkojmë në thellësi të strukturës së atomit. Një atom është kryesisht hapësirë e zbrazët. Bërthama, e përbërë nga protone dhe neutrone, është e rrethuar nga një re elektronesh që orbitojnë në distanca të mëdha krahasuar me madhësinë e tyre. Këto elektrone krijojnë një barierë, një fushë elektromagnetike që shtyn atomet e tjerë larg, duke krijuar iluzionin e soliditetit. Në një yll normal, graviteti po përpiqet vazhdimisht ta kompresojë atë.
por ylli reziston përmes shkrirjes bërthamore. Djegja e hidrogjenit në helium në bërthamën e tij lëshon energji të mjaftueshme për të krijuar një presion të jashtëm që kundërpeshon graviteti. Është një ekuilibër delikat, një betejë kozmike midis dy forcave thelbësore. Për miliona ose miliarda vjet, ylli mban këtë ekuilibër. Por karburanti nuk është i pafund. Kur një yll masiv, një me masë të paktën 8 herë më të madhe se dielli, shterojnë të gjithë karburantin bërthamor, ekuilibri thyet papritur. Në atë moment, nuk ka asgjë që të ndalojë graviteti. Bërthama e yllit shembet në një fraksion të sekondës, në një ngjarje aq të dhunshme saqë lëshon më shumë energji se sa ylli ka prodhuar në të gjithë jetën e tij të mëparshme. Shtresat e jashtme të yllit hidhen në hapësirë në një shpërthim supernove, një nga ngjarjet më të ndritshme në univers. Por në qendër, diçka edhe më e jashtëzakonshme ndodh. Materia kompresohet përtej çdo kufiri që njihni nga përvoja e përditshme, përtej çdo eksperimenti që mund të realizojmë në tokë. Atomet vetë shkatërohen. Elektronet që normalisht orbitojnë në distanca të mëdha nga bërthama, detyrohen të afrohen gjithnjë e më shumë. Në një pikë të caktuar, presioni bëhet aq i madh saqë elektronet shtyhen literalisht në bërtham, ku kombinohen me protonet për të formuar neutrone. Ky proces lëshon neutrina, grimca fantazmë që kalojnë përmes materies normale sikur të mos ekzistonte, që ikin nga ylli duke marrë me vete energji të madhe. Ajo që mbetet është një oqean neutronesh, grimca neutrale që nuk shtyn elektromagnetikisht dhe mund të paketohen jashtëzakonisht ngushtë. Por edhe neutronet kanë një kufi. Ekziston një forcë e quajtur presioni i degjenimit neutronik, një efekt kuantik që shfaqet kur grimcat identike detyrohen të zënë të njëjtin hapësirë. Principi i përjashtimit të Pauli, një nga ligjet thelbësore të mekanikës kuantike, thotë se dy neutrone nuk mund të zënë saktësisht të njëjtën gjendje kuantike. Kur neutronet kompresohen në dendësi ekstreme, kjo kufizim kuantik krijon një presion të jashtëm që në fund ndalon shembjen. Ylli neutronik stabilizohet, një ekuilibër i ri, shumë më kompakt, midis gravitetit dhe forcave kuantike. Mendoni për këtë në terma njerëzor. Kur uleni në një karrige, ju nuk bini përmes saj sepse atomet në karrige dhe atomet në trupin tuaj shtyhen elektromagnetikisht. Por kjo shtytje është, në thelb, një iluzion i krijuar nga forcat elektrike. Në një yll neutronik, ky iluzion zhduket plotësisht. Materia bëhet aq e dendur saqë vetëm ligjet kuantike pure, rregullat abstrakte të mekanikës kuantike, mund të ndalojnë shembjen totale. Është sikur universi të kishte arritur në shtresën finale të realitetit, në themel përfundimtar përtej të cilit nuk ka asgjë përveç gravitetit të pastër dhe, eventualisht, një vrim të zezë. Dhe kjo na çon në një pyetje filozofike thelbësore: çfarë është materia në thelb? Nëse ajo mund të transformohet nga njëra e gjerë e atomeve në një oqean të dendur neutronesh, atëherë çfarë është ajo vërtet? A është materia një substancë, apo thjesht një marrëveshje e përkohshme midis forcave? Çdo herë që mbani një objekt në dorë, ju po mbani një iluzion. Soliditeti që ndjeni është vetëm një marrëveshje midis forcave elektromagnetike. Në presion të mjaftueshëm, ky iluzion zhduket dhe materia zbulon natyrën e saj të vërtetë, jo si një substancë e qëndrueshme, por si një gjendje e përkohshme e energjisë dhe forcave. Yjet neutronik janë dëshmitar të kësaj të vërtetës. Ata qëndrojnë në kufirin midis materies dhe diçka e përtej materies, duke na treguar se realiteti është shumë më i pasur, më i çuditshëm dhe më i mahnitshëm se sa mund të imagjinojmë ndonjëherë. Materia nuk është e përhershme, ajo është e transformueshme. Ajo që duket e qëndrueshme është e përkohshme. Ajo që duket e pamundur është e pashmangshme nën kushte ekstreme. Dhe në këtë transformim qëndron një nga mësimet më të thella të universit, se realiteti nuk respekton intuitën tonë për mënyrën se si gjërat duhet të funksionojnë. Ai operon sipas ligjeve matematikore që lejojnë, madje kërkojnë, ekzistencën e objekteve si yjet neutronik. Por çfarë ndodh me vetë hapësirën rreth një ylli neutronik? Çdo herë që ngrini një gotë ujë, ju e përjetoni gravitetin si një forcë të butë që tërheq lëngun poshtë. Por kjo është një iluzion i shkallës. Graviteti nuk është thjesht një forcë, është vetë përdredhja e hapësirës dhe kohës. Imagjinoni një rrjet elastike të shtrirë horizontalisht, të sheshtë dhe të qetë. Vendosni një moll në të, rrjeta përkulet lehtë, duke krijuar një grop të vogël. Tani imagjinoni se vendosni një top bowlingu, përkulja bëhet më e thellë, më dramatike.
Një yll neutronik është si të vendosni një top bowlingu në një rrjet të bërë nga fije merimange. Hapësira rreth tij nuk përkulet thjesht, ajo gati shembet në vetvete, duke krijuar një gryk kaq të thellë sa koha vetë ngadalsohet në mënyrë të matshme. Kjo nuk është metaforë. Kjo është realiteti i përshkruar nga teoria e relativitetit të përgjithshëm të Einsteinit. Një orë në sipërfaqen e një ylli neutronik do të ecte rreth 30% më ngadalë se një orë në tokë. Nëse do të mund të qëndronit atje për atë që ju duket një orë, duke supozuar se mund të mbijetonit gravitetet shkatëruese, në tokë do të kishin kaluar pothuajse një orë e gjysmë. Koha vetë shtypet nga pesha e materjes. Çdo herë që shikoni orën tuaj, ju po përjetoni këtë efekt në shkallë mikroskopike. Koha juaj ecën pak më ngadalë se koha e dikujt në majë të një mali, sepse ju jeni pak më afër qendrës së tokës. Kur ngjiteni në një kodër, koha juaj përshpejton pak. Kur zbritni, ajo ngadalsohet. Ju jeni udhëtar kohor në çdo moment të jetës suaj, por ndryshimi është aq i vogël sa nuk e vëreni kurrë. Por në një yll neutronik, ky efekt bëhet ekstrem, i dukshëm, i pamohueshëm. Dhe nëse hapësira dhe koha përkulen kaq dramatikisht, çfarë ndodh me vetë dritën? Fotonët që largohen nga sipërfaqja e një ylli neutronik duhet të ngjiten nga një gryk gravitacionale kaq e thellë sa humbasin energji të konsiderueshme. Ky fenomen quhet zhvendosje e kuqe gravitacionale. Drita që lëshohet si blu mund të arrijë tek ne si e kuqe, ose madje si rrezatim infratekuq, sepse ka humbur energji duke luftuar kundër gravitetit. Është si të ngjitesh në një shkallë kaq të pjerët sa çdo hap të merr gjithë forcën, drita vetë lodhet duke u larguar nga një yll neutronik. Kur hidhni një top në ajër, ai ngadalsohet ndërsa ngjitet duke humbur energji kinetike. E njëjta gjë ndodh me dritën që largohet nga një yll neutronik, por në vend që të ngadalsohet, ajo humbet frekuencë duke u zhvendosur drejt të kuqes. Por ka diçka edhe më të çuditshme. Sipërfaqja e një ylli neutronik nuk është e qetë. Ajo nuk është një sferë e përsosur e neutronëve të shtypur. Në shtresën e jashtme, që është një kristal i ngurtë i bërë nga bërthama atomike dhe elektron, ekziston një oqean i vërtet i neutronëve superfluid. Superfluidi është një gjendje e çuditshme e materjes ku lëngu rrjedh pa asnjë fërkim, pa asnjë rezistencë. Imagjinoni një lumë që rrjedh përgjithmonë pa u ngadalsuar kurrë, pa humbur energji në fërkim me shtresat e saj. Nëse do të mund të trazoni një gotë me superfluid dhe pastaj të ndaloni, lëngu do të vazhdonte të rrotullohej përgjithmonë, pa u ngadalsuar kurrë. Kjo është ajo që ndodh në brendësi të një ylli neutronik, një oqean i përjetshëm i lëvizjes pa fërkim. Në tokë, ne mund të krijojmë superfluid vetëm duke ftohur heliumin në temperatura afër zeros absolute, -273 gradë Celsius. Por në një yll neutronik, presioni është kaq i madh sa neutronët formohen në një superfluid edhe në temperatura prej miliarda gradë. Kjo është një nga paradokset e fizikës ekstreme, nxehtësia dhe ftoja kuantike bashkëjetojnë në të njëjtin objekt. Dhe ky oqean superfluid nuk është i vogël, ai shtrihet për kilometra nën sipërfaqe, duke përbërë pjesën më të madhe të vëllimit të yllit. Është si të kesh një oqean të tërë që nuk respekton rregullat normale të lëngëve, një oqean ku valët nuk humbasin kurrë energji, ku rrymat nuk ngadalsohen kurrë. Çdo herë që një lumë rrjedh rreth një shkëmbi, ajo krijon turbulencë, vorbulla dhe rrjedha kaotike. Por në një superfluid nuk ka turbulencë normale. Në vend të kësaj formohen vorbulla kuantike, vija të hollë të rrotullimit ku superfluidi sillet si një lëng normal, të rrethuar nga një oqean që rrjedh pa fërkim. Këto vorbulla kuantike në një yll neutronik janë kaq të vogla sa janë të padukshme individualisht, por ka triliona prej tyre, duke krijuar një strukturë komplekse që ndikon në mënyrën se si ylli rrotullohet. Imagjinoni një tapet të thurur nga fije të padukshme, ku çdo fije lëviz në mënyrë të pavarur, por të gjitha së bashku krijojnë një model të përsosur. Kjo është struktura e brendshme e një ylli neutronik. Kur ylli ngadalson rrotullimin e tij gradualisht, një proces që zgjat mijëra vjet, ndonjëherë ai papritur përshpejton për një fraksion të vogël. Këto ngjarje quhen glitches dhe shkaktohen nga riorganizimi i papritur i vorbullave kuantike në oqeanin superfluid. Imagjinoni një orë mekanike gjigante, kaq të madhe sa një qytet, e bërë nga ingranazh të padukshëm që lëvizin pa fërkim. Her pas here, një nga ingranazhet kalon në një pozicion të ri dhe e gjithë ora dridhet për një moment. Kjo është ajo që ndodh në një yll neutronik gjatë një glitch. Kur një makinë e vjetër fillon të bëjë shumë të çuditshme, shpesh është sepse një pjesë e brendshme ka lëvizur papritur.
E njëjta mekanik, riorganizimi i brendshëm, ndodh në shkallë kozmike në një yll neutronik. Dhe duke studiuar këto dridhje të vogla, astrofizikanët mund të mësojnë për strukturën e brendshme të yllit, për oqeanin superfluid, për kristalet nukleare, për shtresat e ndryshme të materies ekstreme që ekzistojnë në thellësi. Është si të dëgjosh tinguj që bën një instrument muzikor dhe të përcaktosh nga ato tinguj se si është ndërtuar instrumenti nga brenda. Çdo glitch është një notë muzikore që zbulon diçka për arkitekturën e brendshme të yllit. Materia nuk është e përhershme, ajo është e transformueshme, edhe në formën e saj më ekstreme, ajo vazhdon të evoluojë, të ndryshojë, të riorganizohet. Por ka edhe një shtresë më të thellë, një rajon ku materia bëhet kaq e dendur sa fizika jon aktuale nuk mund ta përshkruajë plotësisht. Në qendrën e një ylli neutronik, presioni mund të jetë kaq i madh sa vetë neutronët shemben në kuarket e tyre përbërëse, grimcat fundamentale që përbëjnë protonët dhe neutronët. Në kushte normale, kuarket nuk ekzistojnë kurrë të lirë, ata janë gjithmonë të lidhur në grupe prej 3 për të formuar proton dhe neutron, ose në çifte për të formuar meson. Është si të kesh tulla që nuk mund të ekzistojnë kurrë të vetme, por vetëm të lidhura në struktura. Por në qendrën e një ylli neutronik, presioni mund të jetë kaq ekstrem sa këto lidhje thyen, duke krijuar një subkuarkesh, një gjendje e materies ku kuarket lëvizin lirshëm, të palëshuar nga forcat që zakonisht i mbajnë të burgosur. Kjo është spekulim teorik, por është spekulim i bazuar në matematikën e kromodinamikës kuantike, teoria që përshkruan forcat e forta që lidhin kuarket. Nëse supi i kuarkeve ekziston vërtet në qendrat e yjeve neutronik, atëherë këto objekte nuk janë thjesht yje neutronik, ato janë yje hibrid, me një bërtham kuarkesh të rrethuar nga një oqean neutronësh. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë ne kemi zbuluar një gjendje të re fundamentale të materies, një gjendje që ekzistoi për herë të fundit në fraksionet e para të sekondës pas Big Bangut, kur i gjithë universi ishte kaq i nxehtë dhe i dendur sa ishte një subkuarkesh gjigant. Çdo herë që shikoni qiellin në natë, ju po shikoni në të kaluarën, drita nga yjet ka udhëtuar për vite për të arritur tek ju. Por në qendrën e një ylli neutronik, ju mund të shikoni edhe më thellë në kohë, në një gjendje të materies që ekzistoi vetëm në momentet e para të universit. Çdo herë që hapni një derë, ju po aplikoni një forcë në një distancë, ju po ushtroni një moment rrotullues. Sa më larg nga mentesha të shtypni, aq më lehtë hapet dera. Ky është momenti këndor në veprim në jetën tuaj të përditshme. Tani imagjinoni një derë kaq masive sa peshon sa dielli, por kaq e vogël sa mund të kalojë nëpër një qytet. Kjo është shkalla e momentit këndor në një yll neutronik, një forcë rrotulluese kaq e madhe sa, nëse do të mund të ndalohej papritur, energjia e liruar do të ishte e barabartë me atë që dielli prodhon në 1.000.000 vjet. Kur një patinator artistik tërheq krahët drejt trupit, ai rrotullohet më shpejt. E njëjta ligj, ruajtja e momentit këndor, qeveris edhe rrotullimin e një ylli neutronik, por në shkallë kaq ekstreme sa rezultati sfidojnë imagjinatën. Dhe këto yje nuk janë vetëm të dendë dhe të shpejta, ato janë edhe magnetike në një shkallë që sfidojnë imagjinatën. Fusha magnetike e tokës është rreth gjysmë Gauss, mjaft e fortë për të orientuar një busull, por e dobët në terma absolute. Fusha magnetike e një ylli neutronik tipik është rreth 1 trilion Gauss. Kjo është një forcë kaq e madhe sa atomet vetë shtrembërohen, elektronët nuk orbitojnë më në orbita sferike, por në forma të zgjatura si shkopinj. Kimia siç e njohim ne nuk mund të ekzistojë në një fushë magnetike kaq të fortë. Vetë atomet bëhen të panjohshme. Imagjinoni se përpiqeni të ndërtoni një shtëpi, por çdo herë që vendosni një tull, ajo shtrembërohet në një formë të çuditshme. Kjo është ajo që i ndodh materies në një fushë magnetike kaq intensive, rregullat themelore të strukturës atomike ndryshojnë. Por ekzistojnë yje neutronik me fusha magnetike edhe më ekstreme, objektet e quajtura magnetar. Këto janë yje neutronik me fusha magnetike prej 1 kuadrilion Gauss ose më shumë, kaq të forta sa vetë vakumi rreth tyre bëhet i paqëndrueshëm. Në fizikën kuantike, ajo që ne e quajmë hapësirë bosh nuk është vërtet bosh, ajo është një deti i grimcave virtuale që shfaqen dhe zhduken vazhdimisht, duke marrë hua energji nga vakumi për një fraksion të vogël të sekondës përpara se të zhduken përsëri. Është si një oqean i padukshëm që valzon vazhdimisht, edhe kur duket plotësisht i qetë. Por në një fushë magnetike mjaft të fortë, këto grimca virtuale mund të bëhen reale, duke krijuar çifte elektronësh dhe pozitronësh nga energjia e vetme e fushës magnetike. Kjo është krijimi i materies nga hapësira bosh, një proces që zakonisht kërkon energji të jashtëzakonshme. Në një magnetar, kjo ndodh vazhdimisht.
Fusha magnetike është kaq e fortë sa ajo vetë bëhet një burim i grimcave, duke mbushur hapësirën rreth yllit me një plazmë të dendur të elektronëve dhe pozitronëve. Çdo herë që fërkoni një balon në flokët tuaj dhe ai ngjitet në mur, ju po krijoni një fushë elektrike të vogël. Por imagjinoni një fushë kaq të fortë sa ajo krijon materie nga asgjëja. Kjo është fuqia e një magnetari. Dhe kur linjat e fushës magnetike riorganizohen papritur, një proces i ngjashëm me shpërthimet diellore, por miliona herë më të fuqishëm, magnetari lëshon një shpërthim të rrezatimit kaq intens sa, për një fraksion të sekondës, ai shkëlqen më shumë se i gjithë pjesa tjetër e galaktikës së kombinuar. Në dhjetor të vitit 2004, një shpërthim i tillë nga një magnetar në distancë 50.000 vjet drite arriti në tokë. Për 1/10 e sekondës, ai përmbyti satelitët tanë me rrezatim, duke ndërprerë përkohësisht komunikimet radio në gjysmën e planetit. Nëse ky magnetar do të kishte qenë në distancën e hënës, vetëm 388.000 kilometra larg, shpërthimi do të kishte shkatëruar shtresën e ozonit të tokës dhe ndoshta do të kishte shkaktuar një zhdukje masive. Kjo është fuqia e një objekti me vetëm 20 kilometra në diametër, duke lëshuar në një fraksion të sekondës më shumë energji se sa dielli lëshon në 100.000 vjet. Kur një stujë e fortë godet qytetin tuaj, ju e konsideroni atë si një forcë të natyrës të fuqishme. Por një shpërthim magnetari është miliona herë më i fuqishëm se çdo stujë që ka goditur ndonjëherë tokën, një kujtesë se sa të vogël jemi në shkallën kozmike. Çdo herë që shikoni një yll në qiell, ju po shikoni një reaktor fuzion, një sferë gjigante e gazit ku hidrogjeni shndërrohet në helium, duke liruar energji që udhëton nëpër hapësirë për të arritur sytë tuaj. Por një yll neutronik nuk është një reaktor, ai është një relikt, një kujtesë e ngurtë e një procesi që përfundoi me dhunë. Ai nuk prodhon energji nga fuzioni. Në vend të kësaj, ai shkëlqen nga nxehtësia e mbetur e kolapsit të tij, nga rrotullimi i tij i shpejtë, nga fusha e tij magnetike ekstreme. Ai është një makinë e ndërtuar nga graviteti, e fuqizuar nga rrotullimi, e kontrolluar nga ligjet e mekanikës kuantike dhe relativitetit. Kur shikoni një rënoj të vjetër, ju po shikoni një strukturë që dikur ishte e gjallë me aktivitet. Një yll neutronik është një rënoj kozmike, por një rënoj që vazhdon të lëshojë energji, të rrotullohet, të ndikojë në hapësirën rreth saj. Dhe këto makina nuk janë të rralla. Në galaktikën tonë të rrugës së qumështit, ekzistojnë rreth 100 milion yje neutronik, mbetjet e yjeve masiv që kanë vdekur gjatë miliarda viteve të historisë së galaktikës. Shumica janë të ftohtë dhe të errët, të padukshëm për teleskopët tanë, duke u rrotulluar në heshtje në errësirën e hapësirës ndërhyjore. Por disa janë pulsar aktiv, duke dërguar rreze rrezatimi që fshin hapësirën si fener kozmik. Dhe disa janë në sisteme binare, duke orbituar rreth një ylli shok, duke tërhequr materie nga ai yll në një disk rrotullues që nxehet në miliona gradë përpara se të bjerë në sipërfaqen e yllit neutronik. Çdo herë që shikoni rrugën e qumështit në një natë të qartë, ju po shikoni një qytet kozmik të banuar nga këto objekte ekstreme, të padukshme individualisht, por të pranishme në numër të madh. Kur materia bie në një yll neutronik, ajo përshpejton në pothuajse gjysmën e shpejtësisë së dritës përpara se të godasë sipërfaqen. Energjia kinetike e kësaj materies në rënje shndërrohet në nxehtësi dhe rrezatim me një efikasitet që asnjë proces tjetër në univers nuk mund ta barazojë. Fuzioni nuklear, procesi që fuqizon yjet, shndërron rreth 70% të masës së lëndës djegëse në energji. Por materia që bie në një yll neutronik shndërron rreth 10 deri në 20% të masës së saj në energji. Kjo është makina më efikase e konvertimit të energjisë që ekziston në natyrë, më efikase madje se anihilimi i materies dhe antimateries. Imagjinoni një makinë kaq efikase sa djeg benzinën dhe shndërron 1/5 e masës së saj në energji të pastër. Një litër i tillë benzine do të kishte energjinë e disa bombave atomike. Kjo është ajo që ndodh çdo sekond në sistemet binare të yjeve neutronik. Materia bie, përshpejton, nxehet në miliona gradë dhe shkëlqen me rrezatim që kaq intens sa mund ta detektojmë nga mijëra vjet drite larg. Dhe duke studiuar këtë rrezatim, ne mund të mësojmë për vetit e materies në kushte që nuk mund t'i riprodhojmë kurrë në tokë. Çdo eksperiment që bëjmë në laborator ka kufi, nuk mund të krijojmë presione kaq të larta, temperatura kaq ekstreme, fusha magnetike kaq intensive. Por universi i bën këto eksperimente për ne në shkallë gjigante dhe na dërgon rezultatet në formën e rrezatimit që mund ta analizojmë. Yjet neutronik janë laboratorët tanë kozmik, duke na mësuar për ligjet e fizikës në kushte që të i kalojnë çdo gjë që mund të imagjinojmë.
Por ka edhe një fenomen më dramatik, shpërthimet e rrezeve G, kur materia grumbullohet në sipërfaqen e një ylli neutronik, ajo formon një shtresë të hollë të hidrogjenit dhe heliumit. Në presionin dhe nxehtësinë ekstreme, kjo shtresë nxehet gradualisht derisa arrin një prag kritik. Pastaj, në një moment, e gjithë shtresa ndizet në një reakcion fuzion termonuklear që përhapet nëpër sipërfaqe me shpejtësinë e dritës. Për disa sekonda, ylli neutronik shkëlqen 10.000 herë më shumë se dielli. Pastaj shpërthimi shuhet, materia e re fillon të grumbullohet përsëri dhe cikli përsëritet. Është si një zjarr që ndizet dhe shuhet ritmikisht, por në shkallë kaq të madhe sa çdo shkrepje lëshon më shumë energji se sa dielli prodhon në muaj. Këto shpërthime ndodhin çdo disa orë ose ditë, në varësi të shpejtësisë me të cilën materia bie në yll. Dhe çdo shpërthim është një eksperiment natyror në fizikën nukleare, një test i mënyrës se si elementet sintetizohen në kushte ekstreme. Në tokë, ne mund të studiojmë fuzionin nuklear në laborator, por vetëm në shkallë të vogël dhe për kohë të shkurtra. Në një yll neutronik, natyra kryen eksperimentin për ne në shkallë gjigante, përsëri dhe përsëri, duke na dhënë një dritare në proceset që krijuan elementet e rënda në univers. Çdo herë që shikoni një tabelë periodike në një klasë kimie, ju po shikoni një hartë të historisë kozmike. Çdo element u krijua dikur në një proces të dhunshëm që përfshinte yje, supernova dhe yje neutronik. Dhe kur dy yje neutronik orbitojnë njëri tjetrin, diçka edhe më e jashtëzakonshme ndodh. Ata lëshojnë valë gravitacionale, valëzime në vetë strukturën e hapësirës dhe kohës, të parashikuara nga Einsteini por të padetektuara për një shekull. Këto valë bartin energji larg nga sistemi, duke bërë që orbita të tkurret gradualisht. Gjatë miliona ose miliarda viteve, dy yjet spiralojnë ngadalë më afër dhe më afër. Pastaj, në minutat dhe sekondat finale, ata përshpejtojnë në një valë vdekjeje, duke u rrotulluar rreth njëri tjetrit me shpejtësi gjithnjë e më të madhe, duke lëshuar valë gravitacionale gjithnjë e më të forta. Imagjinoni dy patinatorë që rrotullohen së bashku, duke u afruar gjithnjë e më shumë derisa përfundimisht përplasen. Por këta patinatorë janë objekte me masën e diellit dhe përplasja e tyre lëshon më shumë energji se sa të gjithë yjet në univers të kombinuar. Në momentin final, ata përplasen dhe bashkohen. Energjia e liruar në këtë përplasje është e pabesueshme, për një fraksion të shkurtër të sekondës. Bashkimi i dy yjeve neutronik lëshon më shumë energji në formën e valëve gravitacionale se sa të gjithë yjet në universin e dukshëm të kombinuar lëshojnë në dritë. Hapësira vetë dridhet nga dhuna e këtij ngjarjeje. Dhe në 27 shtator të vitit 2017, për herë të parë në histori, ne e detektuam këtë dridhje. Detektorët LIGO dhe Virgo, instrumente kaq të ndjeshme sa mund të matin ndryshime në gjatësi më të vogla se diametri i një protoni, regjistruan valët gravitacionale nga bashkimi i dy yjeve neutronik në distancë 130 milion vjet drite. Për 100 sekonda, sinjali u bë gjithnjë e më i fortë dhe më i shpejtë, duke treguar spiralen finale të dy objekteve. Pastaj, në kulmin e bashkimit, teleskopët në të gjithë botën u kthyen drejt burimit. Dhe për herë të parë, ne pam dritën nga një ngjarje që kishte lëshuar valë gravitacionale, një shpërthim i shkurtër i rrezeve gama, pasuar nga një shkëlqim që u zbej gradualisht gjatë ditëve dhe javëve. Ky shkëlqim ishte diçka që teoricienët kishin parashikuar, por kur nuk kishin parë, një kilonova. Kur dy yje neutronik bashkohen, ata hedhin një sasi të vogël të materjes neutronike në hapësirë. Kjo materie, e liruar nga presioni ekstrem, shpërthen në një proces i quajtur procesi R, një kaskadë e shpejtë e kapjes së neutronëve që krijon të gjithë elementet e rënda në tabelën periodike, nga ari dhe platini deri te urani dhe plutoniumi. Shkëlqimi që ne pam ishte rrezatimi nga këto elemente të sapo krijuara, duke u nxehur dhe duke u ftohur ndërsa zgjeroheshin në hapësirë. Çdo herë që shikoni një unaz ari, ju po shikoni materie që u krijua në bashkimin e dy yjeve neutronik, diku në univers, miliarda vjet më parë. Ari në atë unaz nuk u krijua në një yll normal, yjet nuk mund të prodhojnë elemente më të rënda se hekuri përmes fuzionit. Ai u krijua në sekondat kaotike të një bashkimi të yjeve neutronik, kur materia më e dendur në univers u copëtua dhe u hodh në hapësirë, duke u ftohur dhe duke u kondensuar në atome të reja. Kur mbani një monedhë ari në dorë, ju po mbani një fragment të një ngjarjeje kozmike të dhunshme që ndodhi para se toka të ekzistonte. Çdo atom i art në atë monedhë ka një histori që shtrihet miliarda vjet në të kaluarën. Dhe ato atome, të përziera me gazin dhe pluhurin ndërhyjor, u bën pjesë e reve që formuan sistemin ton diellor, tokën dhe në fund, ju.
Materia nuk është e përhershme, ajo është e transformueshme. Ajo që dikur ishte një yll masiv tani është një sferë e neutronëve, duke u rrotulluar me shpejtësi të pabesueshme, duke lëshuar rrezatim që udhëton nëpër galaktikë. Ajo që dikur ishin dy yje neutronik tani është një re e elementeve të rënda, duke u përhap nëpër hapësirë, duke u bërë pjesë e yjeve të rinj, planeteve të rinj, jetës së re. Transformimi nuk pushon kurrë. Universi është një makinë e ripërdorimit kozmik, ku asgjë nuk humbet, gjithçka shndërrohet dhe çdo fund është një fillim i ri. Dhe ne, duke qëndruar në këtë planet të vogël, duke shikuar qiellin me teleskopët tanë, duke dëgjuar valët gravitacionale me detektorët tanë, jemi dëshmitar të këtij transformimi. Ne jemi pjesë e tij. Atomet në trupin ton kanë kaluar nëpër yje, nëpër supernova, nëpër bashkime të yjeve neutronike. Ne jemi, në kuptimin më literal, pluhur yjor, jo si një metaforë poetike, por si një fakt shkencor i pamohueshëm. Çdo herë që merrni frym, ju po thithni atome që dikur ishin pjesë e një ylli. Çdo herë që shikoni pasqyrën, ju po shikoni materie që u krijua në zemrën e një supernove. Dhe duke studiuar yjet neutronik, ne po studiojmë origjinën tonë, historinë e materies që na përbën, lidhjen tonë të thellë me kosmosin. Materia nuk është e përhershme, ajo është e transformueshme, dhe ne jemi pjesë e kësaj transformimi të përjetshëm. Por çfarë do të thotë kjo për vetë natyrën e realitetit? Çdo mëngjes, kur zgjoheni dhe shikoni në pasqyrë, ju shihni një formë të qëndrueshme, fytyrën tuaj, trupin tuaj, një identitet që duket i pandryshuar. Por në nivelin më thellë, ju nuk jeni i qëndrueshëm fare. Atomet në trupin tuaj zëvendësohen vazhdimisht çdo 7 deri në 10 vjet, pothuajse çdo atom në trupin tuaj është i ri, i zëvendësuar nga ushqimi që hani, ajri që merrni frym, uji që pini. Ju jeni si një lum, forma mbetet e njëjtë, por uji rrjedh vazhdimisht, duke u zëvendësuar çdo moment. Dhe ato atome të reja? Disa prej tyre kanë qenë dikur pjesë e një ylli neutronik, të shpërthyer në një supernova, të përzier me pluhurin kozmik, të përthithur nga bimët dhe tani janë ju. Kufiri midis jush dhe universit nuk është aq i qartë sa duket. Kjo është mësimi i parë i yjeve neutronik, identiteti është një iluzion i shkallës kohore. Ajo që duket e përhershme është thjesht e ngadalë në transformim. Një shkëmb duket i palvizshëm, por gjatë miliona viteve, ai erodon, shpërbëhet, bëhet pluhur që formon shkëmbim të rinj. Një yll duket i përjetshëm, por gjatë miliarda viteve, ai konsumon lëndën e tij djegëse, shpërthen dhe shndërrohet në një yll neutronik ose një vrim e zezë. Madje edhe yjet neutronik, këto monumente të qëndrueshmërisë ekstreme, po ndryshojnë ngadalë. Ata po ftohen duke rrezatuar nxehtësinë e tyre të mbetur në hapësirë. Ata po ngadalsojnë rrotullimin duke humbur energji përmes valëve elektromagnetike dhe gravitacionale. Në triliona vjet edhe ata do të bëhen të ftohtë, të errët, pothuajse të padukshëm, fantazma të errëta që lundrojnë nëpër galaktikë. Kur një makinë e vjetër pushon së punuari, ajo nuk zhduket, ajo thjesht transformohet në një objekt të ndryshëm, një relik që vazhdon të ekzistojë por nuk kryen më funksionin e saj origjinal. E njëjta gjë ndodh me yjet neutronik në shkallë kozmike. Por ka një paradoks këtu që zbulon diçka të thellë për ligjet e fizikës. Sa më shumë të përpiqesh të kompresosh materie, aq më shumë ajo reziston. Kur shtypni një sust, ajo shtyn mbrapsht, sa më shumë e kompresoni, aq më e fortë është rezistenca. Kjo rezistencë vjen nga forcat elektromagnetike midis atomeve. Por në një yll neutronik, këto forca janë mposhtur plotësisht. Rezistenca që mbetet vjen nga një burim krejtësisht i ndryshëm, nga vetë natyra kuantike e materies. Principi i përjashtimit të paulit, një nga ligjet më fundamentale të mekanikës kuantike, thotë që dy fermion, grimca si elektronët ose neutronët, nuk mund të zënë të njëjtën gjendje kuantike. Kjo nuk është një forcë në kuptimin klasik. Është një ndalim absolut, një rregull i shkruar në strukturën matematikore të realitetit. Imagjinoni një sallë koncertesh me karrige të numëruara. Çdo person mund të zërë vetëm një karrige. Kur salla mbushet, njerëzit e fundit që hyjnë duhet të qëndrojnë në këmbë në pjesën e pasme, edhe nëse ka hapësirë fizike midis karrigeve. Kjo është një analogji e dobët, por kap idenë, neutronët në një yll neutronik janë si njerëz që përpiqen të futen në një sallë që tashmë është plot. Ata nuk mund të zënë të njëjtat gjendje kuantike, kështu që ata grumbullohen në gjendje gjithnjë e më të larta të energjisë, duke krijuar një presion që reziston kompresimin e mëtejshëm. Ky presion nuk vjen nga forcat midis neutronëve, ai vjen nga vetë struktura kuantike e realitetit.
Dhe kjo na çon te një pyetje thelbësore: çfarë ndodh kur edhe ky presion kuantik nuk mjafton? Ekziston një masë kritike, rreth 2 deri në 3 herë masa e diellit, në varësi të ekuacionit të gjendjes së materies nukleare, mbi të cilën as presioni i degenerimit neutronik nuk mund të ndalojë kollapsin. Kur një yll neutronik tejkalon këtë masë, ose kur 2 yje neutronik bashkohen për të formuar një objekt mbi këtë prag, diçka e jashtëzakonshme ndodh. Nuk ka më asnjë forcë, asnjë presion, asnjë ligj i njohur i fizikës që mund të ndalojë kollapsin. Ylli vazhdon të tkurret duke u bërë gjithnjë e më i vogël, gjithnjë e më i dend, derisa arrin një pikë ku hapësira vet mbyllet rreth tij. Ai bëhet një vrimë e zezë. Çdo herë që hidhni një top në ajër, ai ngadalësohet nga graviteti, ndalon dhe bie mbrapsht. Por nëse do të mund ta hidhnit mjaft shpejt, në 11 kilometra në sekond, topi do të arrinte shpejtësinë e aratisjes dhe nuk do të kthehej kurrë. Ai do të largohej nga toka përgjithmonë. Shpejtësia e aratisjes varet nga masa dhe madhësia e objektit, sa më masiv dhe më i vogël, aq më e lartë shpejtësia e nevojshme për t'u larguar. Në sipërfaqen e tokës është 11 kilometra në sekond. Në sipërfaqen e diellit është 620 kilometra në sekond. Në sipërfaqen e një ylli neutronik është rreth 100.000 kilometra në sekond, 1/3 e shpejtësisë së dritës. Por kur një yll neutronik kollapson në një vrimë të zezë, shpejtësia e aratisjes në sipërfaqe arrin dhe tejkalon shpejtësinë e dritës. Në atë pikë, as drita vet nuk mund të largohet. Objekti bëhet i padukshëm, i mbyllur nga një horizont ngjarjesh, një kufi njëkaësh që asgjë nuk mund ta kalojë nga brenda. Kjo është kufiri absolut i materies. Përtej këtij kufiri, fizika jon pushon së funksionuari. Ne nuk e dim çfarë ndodh në qendrën e një vrime të zezë, ku teoria e relativitetit të përgjithshëm parashikon një singularitet, një pikë të densitetit të pafundëm dhe hapësirës kohë të përkulur në mënyrë të pafundme. Matematika jon thyet, ekuacionet tona japin përgjigje të pafundme, dhe ne mbetemi me një pyetje që nuk mund ta përgjigjemi: çfarë është materia kur ajo nuk është më materie? Yjet neutronik qëndrojnë në këtë kufi. Ata janë objektet më ekstreme që mund të studiojmë drejt për drejt, laboratorët natyror ku materia është e shtyrë në kufit e saj absolut pa kaluar në errësirën e plotë të një vrime të zezë. Dhe duke i studiuar ata, ne po testojmë vetë ligjet e fizikës, relativitetin e përgjithshëm, mekanikën kuantike, fizikën nukleare, në kushte që nuk mund t'i riprodhojmë kurrë në tokë. Çdo vëzhgim i një ylli neutronik është një eksperiment në natyrën fundamentale të realitetit. Kur një inxhinier teston një orë duke e ngarkuar me peshë gjithnjë e më të madhe, ai po kërkon të gjejë kufirin, pikën ku struktura fillon të dështojë. Yjet neutronik janë urat kozmike të testuara në kufit absolut të asaj që materia mund të durojë. Por ka edhe një mësim më personal këtu, një mësim që lidhet me mënyrën se si ne perceptojmë botën. Ne jemi krijesa të ndërtuara për të perceptuar stabilitetin. Truri ynë është i dizajnuar të gjejë modele, të identifikojë objekte, të krijojë një ndjenjë të qëndrueshmërisë në një botë që ndryshon vazhdimisht. Kur shikoni një tryez, ju nuk e shihni atë si një re atomesh që dridhen me shpejtësi të pabesueshme, të mbajtura së bashku nga forca elektromagnetike. Ju e shihni atë si një objekt solid, të palvizshëm, të përhershëm. Kjo perceptim është i dobishëm për mbijetesën, ai na lejon të lundrojmë në botë pa u mbingarkuar nga kompleksiteti i saj i thellë. Por ai është gjithashtu një iluzion. Realiteti në nivelin më thellë nuk është i qëndrueshëm. Ai është një proces, një rrjedhë, një transformim i vazhdueshëm. Atomet në tryezën tuaj janë të njëjta atome që dikur ishin në një yll, në një re gazi, në një planet tjetër. Ato do të jenë këtu për një kohë duke formuar tryezën dhe pastaj do të shkojnë diku tjetër, të djegura, të shpërbëra, të ripërdorura në forma të reja. Asgjë nuk është e përhershme. Gjithçka është në tranzicion. Dhe yjet neutronik na e kujtojnë këtë në mënyrën më dramatike të mundshme. Ata janë vetë transformimi, materia e rishkruar në një formë kaq ekstreme sa sfidojnë çdo intuicion ton për atë që është e mundur. Kur një fëmijë pyet nga vijnë yjet, ne i tregojmë për renë e gazit që kollapson nën gravitetin e vet, por kur pyesin ku shkojnë yjet kur vdesin, përgjigjja është më komplekse dhe më e bukur. Ata nuk zhduken. Ata transformohen. Yjet me masë të ulët bëhen xhuxha të bardhë, bërthama të nxehta të karbonit dhe oksigjenit që ftohen ngadalë gjatë triliona viteve. Yjet me masë të mesme bëhen yje neutronik, sfera të neutronëve që rrotullohen dhe shkëlqejnë për miliona vjet përpara se të ftohen në errësirë.
Yjet më masiv bëhen vrima të zeza, objekte kaq ekstreme sa vetë drita nuk mund t'u shpëtojë. Dhe në çdo rast, materia që përbën të yllin nuk humbet. Ajo ripërdoret, riorganizohet, bëhet pjesë e diçkaje të re. Kjo është mësimi i dytë i yjeve neutronik, transformimi është i pashmangshëm, por asgjë nuk humbet. Universi nuk ka mbeturina. Çdo atom që ka ekzistuar që nga Big Bangu ende ekziston diku, në një formë ose në një tjetër. Disa janë në yje duke u djegur në fuzion nuklear. Disa janë në planete duke formuar shkëmbinj dhe oqeane. Disa janë në qenie të gjalla duke formuar ADN dhe proteine. Dhe disa janë në yje neutronik të kompresuar në një gjendje kaq ekstreme sa ata nuk janë më atome fare, por diçka më thelbësore, materie e reduktuar në përbërësit e saj më elementar. Kur ricikloni një shishe plastike, ju po e ktheni atë në një formë që mund të ripërdoret. Universi ka bërë riciklim për 14 miliard vjet, çdo atom ka kaluar në forma të panumërta. Dhe kur dy yje neutronik bashkohen, kur ata hedhin materie në hapësirë, kur ajo materie formon elemente të rënda që përhapen nëpër galaktik, ne po shohim ripërdorimin kozmik në veprim. Ari që mbani në gisht, platini në konvertuesin katalitik të makinës suaj, urani që fuqizon reaktorët nuklear, të gjitha këto u krijuan në bashkime të yjeve neutronik, në momente të dhunshme të transformimit kozmik. Dhe një ditë, kur dielli ynë vdes, jo si një yll neutronik, por si një xhuxh e bardhë, atomet që tani janë në trupin tuaj do të lirohen përsëri, do të përzihen me gazin ndërhyjor dhe do të bëhen pjesë e yjeve të rinj, planetëve të rinj, ndoshta jetës së re. Materia nuk është e përhershme, ajo është e transformueshme. Kjo mënyrë nuk është thjesht një fakt shkencor, është një mënyrë e re e të menduarit për ekzistencën. Kur e kuptoni se çdo atom në trupin tuaj ka një histori kozmike, se ju jeni një konfigurimi i përkohshëm i materies që ka ekzistuar për 14 miliard vjet dhe do të vazhdojë të ekzistojë për triliona vjet të tjera, perspektiva juaj ndryshon. Ju nuk jeni një entitet i veçuar, i ndarë nga universi. Ju jeni një shprehje e përkohshme e universit, një mënyrë që materia ka gjetur për të organizuar veten në një formë që mund të mendoj, të ndjej, të vëzhgoj. Kur shikoni në pasqyrë, ju nuk po shikoni thjesht një person, ju po shikoni triliona vjet të historisë kozmike të mishëruar në një formë e caktuar. Dhe kjo na sjell te pyetja finale, pyetja që yjet neutronik na e shtrojnë me ekzistencën e tyre të vetme. Nëse materia mund të transformohet kaq rënjësisht nga një yll masiv në një sferë neutronësh, nga atome në neutroni, nga neutroni në kuarke dhe ndoshta përtej, çfarë tjetër në univers është më pak i përhershëm se sa duket? Çfarë tjetër që ne e marrim si të mirëqen është thjesht një fazë e përkohshme, një ekuilibër i brishtë që do të thyet nën kushte të ndryshme? Dhe nëse ne vetë jemi të bërë nga materia e transformueshme, nëse atomet tona kanë qenë në yje dhe do të jenë në yje përsëri, çfarë do të thotë kjo për identitetin ton, për vendin ton në kosmos, për kuptimin që i japim ekzistencës son të shkurtër në këtë planet të vogël që rrotullohet rreth një ylli të zakonshëm në një galaktik të mbushur me mrekulli që mezi po fillojmë t'i kuptojmë? Nëse atomet tona kanë qenë në yje dhe do të jenë në yje përsëri, atëherë çfarë jemi ne në këtë moment të përkohshëm midis transformimeve? Kujtoni se filluam këtë udhëtim me një imazh të thjeshtë, një lugë çaji që peshon sa i gjithë njerëzimi. Atëherë, kjo dukej si një absurditet, një shkelje e çdo gjëje që e dim për materie. Por tani, pasi kemi udhëtuar nëpër fizikën e yjeve neutronik, pasi kemi parë se si graviteti mund të shkatërrojë vetë atomet, pasi kemi kuptuar se materia nuk është ajo që duket, tani e dim se ajo lugë çaji nuk është një absurditet. Ajo është një dritare. Një dritare në natyrën e vërtetë të realitetit, ku soliditeti është iluzion, ku hapësira është kryesisht bosh, ku gjithçka që e quajmë të përhershme është thjesht një ekuilibër i përkohshëm midis forcave që luftojnë në çdo atom, në çdo moment. Çdo mëngjes, kur zgjoheni dhe e filloni ditën tuaj, kur pini kafen, kur prekni tryezën, kur ndiheni të qëndrueshëm në këtë botë, ju po përjetoni një mrekulli të vogël të ekuilibrit. Atomet në gishtat tuaj dhe atomet në filxhanin e kafes po rezistojnë njëri tjetrin me forca elektromagnetike, duke krijuar iluzionin e soliditetit. Por kjo rezistencë nuk është absolute. Ajo është një marrëveshje e përkohshme, e vlefshme vetëm në kushtet e buta të sipërfaqes së tokës. Në një yll neutronik, kjo marrëveshje thyet. Forcat që mbajnë atomet tuaj të ndarë do të mposhten dhe ju, si çdo gjë tjetër, do të kompresoheshit në një shtresë më të hollë se një atom, në sipërfaqen e një sfere që rrotullohet me 1/3 e shpejtësisë së dritës. Kjo nuk është një kërcënim.
Kjo është një kujtesë se realiteti është më i butë me ne se sa duhet të jetë. Por ka diçka më të thellë këtu, diçka që shkon përtej fizikës dhe hyn në metafizikë. Yjet neutronik na tregojnë se universi nuk është i ndërtuar për rehatin ton. Ai nuk është i dizajnuar për të qenë i kuptueshëm, i parashikueshëm, i qetë. Ai është i ndërtuar mbi ligje që lejojnë, madje kërkojnë, ekstreme. Ligje që lejojnë që materia të komprimohet në densitete që sfidojnë imagjinatën. Ligje që lejojnë që koha të ngadalësohet, që hapësira të përkulet, që drita të burgoset. Dhe megjithatë, këto të njëjta ligje lejojnë edhe ekzistencën tonë. Ato lejojnë që yjet të ndizen dhe të shkëlqejnë për miliarda vjet. Ato lejojnë që planetët të formohen dhe të qëndrojnë të qëndrueshëm. Ato lejojnë që atomet të organizohen në molekula, molekulat në qeliza, qelizat në qenie që mund të mendojnë dhe të pyesin. Pse? Pse universi lejon si butësinë e jetës ashtu edhe dhunën e yjeve neutronik? Pse të njëjtat ligje që krijojnë lule dhe perëndime dielli krijojnë gjithashtu objekte ku një lugë çaji peshon sa një qytet? Ndoshta përgjigjja nuk është në një pse të vetëm, por në një kuptim më të thellë të unitetit. Universi nuk është i ndarë në pjesë të buta dhe pjesë ekstreme. Ai është një tërësi e vetme, ku çdo fenomen, nga rrahja e zemrës suaj deri te rrotullimi i një ylli neutronik, është një shprehje e të njëjtave ligje fundamentale. Graviteti që ju mban në tokë është i njëjti gravitet që komprimon një yll neutronik. Forcat kuantike që lejojnë që atomet tuaja të ekzistojnë janë të njëjtat forca që krijojnë presionin e degenerimit neutronik. Nuk ka dy fizika, një për ne dhe një për kosmosin. Ka vetëm një fizik, e shprehur në shkallë të ndryshme, në kushte të ndryshme, me rezultate që variojnë nga e njohura deri te e pabesueshme. Dhe kjo na sjell te një pyetje që nuk ka përgjigje të thjeshtë: a jemi ne, si vëzhgues, të veçuar nga ajo që vëzhgojmë? Kur një astrofizikan studion një yll neutronik, ai po studion diçka jashtë vetes. Por atomet në trupin e atij astrofizikani u krijuan në supernova, në të njëjtat procese që krijojnë yje neutronik. Instrumentet që ai përdor janë të bëra nga metale që u forjuan në yje. Drita që ai detekton ka udhëtuar nëpër hapësirë për mijëra ose miliona vjet, duke mbajtur informacion për një ngjarje që ndodhi kur ylli neutronik ishte i ri dhe i nxehtë. Në një kuptim të thellë, studimi i yjeve neutronik është studimi i origjinës sonë. Kur ne shikojmë në kosmos, ne po shikojmë në një pasqyrë, jo një pasqyrë që reflekton pamjen tonë, por një pasqyrë që reflekton historinë tonë, përbërjen tonë, lidhjen tonë me gjithçka që ekziston. A mund të jetë që ne nuk jemi thjesht vëzhgues të universit, por mënyra e universit për të vëzhguar veten? Kjo nuk është misticizëm, kjo është një përfundim logjik i faktit se ne jemi të bërë nga i njëjti material si yjet, se ne operojmë sipas të njëjtave ligje, se ndërgjegjja jonë është një fenomen që lind nga organizimi i materisë. Nëse materia mund të organizohet në yje që shkëlqejnë për miliarda vjet, pse nuk mund të organizohet në trur që mendojnë për miliarda sekonda? Nëse graviteti mund të krijojë struktura kaq komplekse sa galaktikat, pse nuk mund të krijojë struktura kaq komplekse sa mendja? Ndoshta ndërgjegjja nuk është një aksident, por një pasojë e pashmangshme e një universi që është mjaft i vjetër, mjaft i madh, mjaft kompleks për të lejuar që materia të eksplorojë të gjitha format e mundshme të organizimit. Çdo herë që mendoni një mendim, çdo herë që ndjeni një emocion, çdo herë që kujtoni një kujtesë, ju po përjetoni një mrekulli që është po aq e jashtëzakonshme sa një yll neutronik. Truri juaj përmban rreth 88 miliard neuron, secili i lidhur me mijëra të tjerë, duke krijuar një rrjet me rreth 100 trilion lidhje. Çdo mendim është një model i aktivitetit elektrik që përhapet nëpër këtë rrjet, duke ndezur dhe duke fikur neuron në sekuenca që kodojnë informacion. Kjo kompleksitet është e mundur vetëm sepse atomet në trurin tuaj janë të qëndrueshëm, sepse forcat elektromagnetike i mbajnë ato të ndarë, sepse ligjet e fizikës lejojnë që struktura delikate të ekzistojnë për dekada pa u shkatëruar. Në një yll neutronik, kjo kompleksitet do të ishte e pamundur. Nuk do të kishte atome, nuk do të kishte molekula, nuk do të kishte struktura që mund të mbanin informacion. Do të kishte vetëm neutron të shtypura së bashku në një uniformitet të vdekur. Dhe megjithatë, edhe në atë uniformitet ka një lloj bukurie. Një yll neutronik është një objekt i pastër, i reduktuar në thelbin e tij absolut. Ai nuk ka asgjë të tepërt, asnjë kompleksitet të panevojshëm. Ai është materia në formën e saj më të thjeshtë dhe më ekstreme, një sferë e neutronëve, e mbajtur së bashku nga graviteti, duke u rrotulluar me shpejtësi të pabesueshme, duke lëshuar rrezatim që udhëton nëpër galaktikë.
Ka një elegancë në këtë thjeshtësi, një lloj perfeksioni që vjen nga eliminimi i çdo gjëje përveç asaj që është absolutisht e nevojshme. Në një botë ku ne jemi të rrethuar nga kompleksiteti, nga zgjedhjet, nga pasiguria, nga shumëllojshmëria e pafundme e formave që materia mund të marrë, një yll neutronik qëndron si një kujtesë se në fund, gjithçka reduktohet në disa ligje të thjeshta, në disa forca fundamentale, në një matematikë që është e bukur në thjeshtësinë e saj. Por a është kjo thjeshtësi një qëllim, apo është vetëm një fazë? A është një yll neutronik fundi i historisë, apo është thjesht një kapitull tjetër? Ne e dim se yjet neutronik poftohen ngadalë duke rrezatuar energjinë e tyre në hapësirë. Në triliona vjet, ata do të bëhen kaq të ftohtë sa nuk do të lëshojnë më dritë të dukshme. Ata do të bëhen xhuxha të zeza, objekte të padukshme që lundrojnë nëpër galaktikë, të detektueshme vetëm nga efektet e tyre gravitacionale. Dhe në një kohë edhe më të largët, kur universi ka zgjeruar kaq shumë sa galaktikat janë të ndara nga distanca të paimagjinueshme, kur yjet e fundit kanë vdekur dhe errësira ka zënë vendin, yjet neutronik do të jenë midis objekteve të fundit që mbeten, monumente të heshtura të një epoke kur universi ishte i ri dhe plot me dritë. Por edhe atëherë, transformimi nuk do të ketë përfunduar. Edhe në atë të ardhme të largët, yjet neutronik do të vazhdojnë të ndryshojnë, edhe nëse me një shpejtësi kaq të ngadaltë sa është pothuajse e pamatshme. Ata mund të përplasen me objekte të tjera, duke u bashkuar në vrima të zeza. Ata mund të evaporojnë ngadalë përmes rrezatimit Hawking, një proces kuantik ku vrimave të zeza dhe ndoshta edhe yjeve neutronik u rrjedh masa në formën e grimcave virtuale që bëhen reale në buzë të horizontit të ngjarjeve. Në shkallë kohore prej 100 vjetësh, 1/100 pas saj, edhe objektet më të qëndrueshme në univers mund të zhduken, duke u shpërbërë në rrezatim që përhapet nëpër një hapësirë kaq të madhe sa është pothuajse e zbrazët. A do të thotë kjo se gjithçka është e kotë? A do të thotë kjo se transformimi përfundimtar është zhdukja, se fundi i çdo gjëje është hiçi? Ndoshta jo. Ndoshta mësimi i fundit i yjeve neutronik nuk është se gjithçka përfundon, por se gjithçka vazhdon, vetëm në forma që ne nuk mund t'i parashikojmë. Materia që përbën një yll neutronik nuk do të zhduket kur vërtet. Ajo do të shndërrohet në energji, në rrezatim, në grimca që udhëtojnë nëpër hapësirë. Dhe ndoshta, në një të ardhme kaq të largët sa ne nuk mund ta imagjinojmë, ajo energji do të gjejë mënyra të reja për të organizuar veten, për të krijuar struktura të reja, për të filluar cikle të reja të transformimit. Kjo është mësimi përfundimtar, transformimi nuk ka fund. Ai nuk ka një destinacion final, një gjendje të fundit ku gjithçka pushon së ndryshuar. Universi është një proces i përjetshëm i bërjes dhe ribërjes, ku çdo fund është një fillim i ri, ku çdo shkatërim është një krijim, ku çdo vdekje është një lindje. Dhe ne, duke jetuar në këtë moment të shkurtër midis Big Bangut dhe fundi i paimagjinueshëm i universit, jemi dëshmitar të këtij procesi. Ne jemi pjesëmarrës në të. Ne jemi, në kuptimin më literal, universi duke u bërë i vetëdijshëm për veten, duke shikuar mbrapsht në historinë e tij, duke pyetur se si arriti këtu dhe ku po shkon. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse yjet neutronik na magjepsin kaq shumë. Jo vetëm sepse ato janë ekstreme, jo vetëm sepse ato sfidojnë intuitat tona, por sepse ato na kujtojnë se ne jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe se vetja jonë individuale. Çdo atom në trupin tuaj ka një histori që shtrihet miliarda vjet mbrapa në kohë. Ai ka qenë në yje, në re gazi, në planete, në qenie të tjera të gjalla. Dhe një ditë, ai do të largohet nga ju dhe do të vazhdojë udhëtimin e tij, ndoshta në një yll tjetër, ndoshta në një planet tjetër, ndoshta në një formë jete që ne nuk mund ta imagjinojmë. Ju nuk jeni pronar të këtyre atomeve. Ju jeni një kujdestar i përkohshëm, një konfigurim i përkohshëm që materia ka marrë për disa dekada përpara se të vazhdojë transformimin e saj të përjetshëm. A ndryshon kjo mënyrën se si duhet të jetojmë? A duhet të na bëjë të ndjejmë të parëndësishëm fakti se jemi kaq të përkohshëm, kaq të vegjël në shkallën kozmike? Apo duhet të na bëjë të ndjejmë të lidhur me çdo gjë që ka ekzistuar dhe çdo gjë që do të ekzistojë, të lidhur me yjet që shkëlqejnë në qiell, me yjet neutronik që rrotullohen në errësirë, me atomet që udhëtojnë nëpër hapësirë dhe kohë, duke mbajtur me vete historinë e universit? Ndoshta të dyja. Ndoshta të jesh i vetëdijshëm për përkohshmërinë tënde dhe për lidhjen tënde me përjetësinë është të jetosh me një lloj dinjiteti të qetë, duke pranuar se je i vogël, por duke kuptuar se je gjithashtu i nevojshëm,
Se pa konfigurime të përkohshme si ti, universi nuk do të kishte asnjë mënyrë për të reflektuar mbi veten, për të kuptuar ligjet e veta, për të krijuar kuptim nga transformimi i tij i pafundëm. Çdo herë që shikoni qiellin në një natë të qetë, çdo herë që shihni një yll që shkëlqen në errësirë, ju po shihni të kaluarën, drita që arrin në sytë tuaj ka udhëtuar për vite ose shekuj ose mijëra vjet. Disa nga ato yje mund të kenë vdekur tashmë, duke u shndërruar në yje neutronik ose vrimat të zeza, por drita e tyre ende udhëton, duke mbajtur me vete imazhin e asaj që ishin dikur. Dhe kur shikoni atë dritë, ju nuk jeni thjesht një vëzhgues pasiv. Ju jeni një pjesë e historisë që ajo dritë tregon. Atomet që e bëjnë të mundur që syri juaj të funksionojë u krijuan në yje si ato që po shikoni. Ju jeni, në një kuptim të thellë, yjet duke shikuar veten, materia e organizuar në një formë që mund të perceptoj, të mendoj, të mrekullohet. Dhe kjo mrekulli, kjo aftësi për të qëndruar në një planet të vogël dhe për të kuptuar yje neutronik që janë mijëra vjet drite larg, për të matur densitetin e tyre, për të dëgjuar valët gravitacionale që ata lëshojnë, për të kuptuar ligjet që i qeverisin, kjo mrekulli është ndoshta fenomeni më i jashtëzakonshëm në univers. Më i jashtëzakonshëm se një yll neutronik, më i jashtëzakonshëm se një vrimë e zezë, më i jashtëzakonshëm se çdo objekt fizik, sepse është fenomeni që e bën të mundur që universi të njihet, të kuptohet, të vlerësohet. Materia nuk është e përhershme, ajo është e transformueshme. Por transformimi nuk është humbje, është vazhdim. Është mënyra e universit për të eksploruar të gjitha mundësitë e veta, për të krijuar forma gjithnjë e më komplekse, për të lëvizur nga thjeshtësia e Big Bangut drejt kompleksitetit të galaktikave, yjeve, planetëve, jetës, mendjes. Dhe ndoshta, në një të ardhme që ne nuk mund ta shohim, drejt formave të reja të organizimit që do të jenë po aq të ndryshme nga ne sa ne jemi të ndryshëm nga yjet neutronik. Kështu që pyetja nuk është pse ekzistojnë yjet neutronik. Pyetja është, çfarë na mësojnë ata për natyrën e ekzistencës? Dhe përgjigjja, ndoshta, është kjo, se realiteti është më i thellë se sa duket. Se materia është më e transformueshme se sa e imagjinojmë. Se ligjet që qeverisin universin lejojnë si butësinë e jetës, ashtu edhe ekstremitetin e yjeve neutronik. Se ne jemi të lidhur me gjithçka, me yjet që shkëlqejnë, me yjet që vdesin, me atomet që udhëtojnë nëpër hapësirë dhe kohë. Se transformimi nuk është diçka për t'u frikësuar, por diçka për t'u përqafuar, sepse është vetë natyra e ekzistencës. Dhe se në këtë univers të transformimit të përjetshëm, çdo moment i vetdijes, çdo akt i kuptimit, çdo përpjekje për të njohur dhe për të krijuar kuptim, është një mrekulli e vogël, një dritë e përkohshme në errësirën e pafundme, një mënyrë që universi ka gjetur për të festuar veten. Dhe kur nesër të pini përsëri kafen tuaj, kur të prekni tryezën, kur të ndjeni soliditetin e botës rreth jush, kujtoni se ajo soliditet është një dhuratë, një ekuilibër i brisht i lejuar nga ligjet që gjithashtu krijojnë yje neutronik. Kujtoni se atomet në gishtat tuaj kanë qenë në yje. Dhe kujtoni se transformimi, edhe pse i pashmangshëm, nuk është fundi, është vazhdimi i një historie që filloi 14 miliardë vjet më parë dhe që do të vazhdojë për sa kohë që ekziston koha vetë.